shumë me ta, por kemi punu shumë në teren. Pak s'keni bërë projekte të madhe infrastrukturë, autostrada s'keni bërë për shumë. Disa dhe janë të përfunduara, me gjithatë nuk du t'i ribënit, por... Kosova është e vogël. është 100 kilometra me 100 kilometra. Më thonë, afërsisht 10.000 kilometra katror. Dhe nuk do të bëjmë shumë autostrada. Dhe i sa i projektuar të si bërë? Ky autostradat në Kosovë, kur përfundon autostrada deri te Dheu i Bardhë, edhe përfundon autostrada Durrës Banull, kompletohet infrastruktura rrugore e quajtur autostradë ose autourë. Si su bën këto gjatë 4 komplet rrugët tjera do të janë rrugë me 4 kursi që janë rrugë nacionale e rrugë rajonale, që e kompletojnë infrastrukturën e brendshme rrugore që i lidhin qytetet, do të thonë rrugë rajonale, rrugë nacionale dhe rrugë autostradë. Që me ritmin se si është punuar deri më tani do na duan ja 10 vjet, apo jo? I kemi realizuar mbi 300 projekte gjatë këtij mandati, 700 kilometra rrugë i kemi përfundu tashmë, 870 kilometra rrugë janë në realizim e sipër, ku 50% prej tyre janë në përfundim. Domethënë, prej këtyre 870 kilometra. Pjesa tjetër, disa janë, si më thonë, në mes të projektit, disa janë një pjesë e vogël e tyre tash. A mundeni me specifiku, zoti Durmishi, kur thoni 870 kilometra, që edhe shikusta kanë më të qartë, nga që, siç tha dhe Ardi, akuzat e opozitës kanë qenë të atilla që me kriju përshtypjen që ju s'keni punu fare. Dhe kur po thoni tash që janë në realizim e sipër 870 kilometra rrugë, 700 kilometra janë përfundu, a mund pak na japni edhe një pasqyrë? Patjetër që do t'ja jap një pasqyrë, sepse por para se ta jap një pasqyrë, po ju them kështu, prej vitit 2010 e deri në vitin 2021, janë 11 vite kur ne kemi marrë qeverisjen. Ma thuni një rrugë regionale ose nacionale që u nise u përfundu në Kosovë. Ma gjeni një. Këta partitë opozitare që ngrisin akuza që ne nuk kemi punu. Ma gjeni një rrugë ndash rajonale, ndash nacionale që këta kanë fillu dhe kanë përfundu. Kanë bërë autostrada. Kanë bërë autostrada. Kanë bërë autostrada, i ka bërë autostrada të Bektelenka. Dhe për ato ka procese gjyqësore, ka dënime. Unë e kam thënë shpesh, veç të autostrada Arben Xhaferi janë, do të thonë, ka aktakuzë ngritën për 53 milion e për 44 milion që bojnë ofër 100 milion gjithsej